Mami Xhevairja, që ka një fanse, e zjarrt të emisionit tat. Vërtet. Po. Edhe si të thoja, të shtunave, i the mami lëviza, i them mos ma ço atje te topi se do shofi gjë tjetër. Po hiqe moj. Pse? Po se fillon se luan topi. Edhe, do më thonë, momentin e parë që i kam thënë që jam të emisioni, fol bukur. Se e thash pak kur u shkëputëm që kemi shumë gjëra të tjera për të folur, se pavarësisht sfidave të tua me shëndetin, ti nuk e rreshtur kurrë së përpjekuri për të realizuar ëndrrën tënde për të bërë këngëtare. Jo. Që fëmijë ke marrë pjesë në emisione të ndryshme televizive, u bëre pjesë e qendrës kulturore të Matit, ke mësuar dhe Çiftelinë dhe Lahutën apo jo? Po. More pjesë më pas në festivale fëmijësh, në aktivitetet shumëta, dhe në 2014 vjen të provosh skenën e The Voice. E mbajnë mend veten? E mbaj mend, se kam ardhur një herë në 2013. Pa të ardhur një vit përpara. Është viti që nuk ja dole dot në audicionet e fshehura. Ja ta shohim pak, nuk e di nëse ky është viti i parë? Po. Okej, ja ta shohim pak. Lidhja ime me muzikën nis që nga televizori. Unë shikoja që historitë e muzikës fillonin në televizor dhe dëshiroj që historia ime të fillojë në The Voice. Jam mësuar që në jetë të mundohem t'ja dal vetë. Dhe për këtë gjë jam krenare. Unë kam vendosur të studioj fotografi, sepse kjo ka qenë një shtysë në fakt e prindërve të mi, sepse ata donin që unë të studioja për topografi. Nuk ja dole në ata audicion? Jo, nuk ja dole, sepse nuk isha e mirë përgatitur, isha ftohur përpara se të fillonte, edhe por nuk është se u stepe. Jo. Ti e provove sërish vitin tjetër. Po s'bëhet llafar. Jo ti pluftarak. Po. Vitin tjetër erdha prap, dhe vitin tjetër kam qenë në audicionet e fshehta. Kam ardhur me një, kjo ka qenë hera parë, kurse vitin tjetër kam ardhur me një këngë të rap, Nicki Minaj, që edhe sot e kësaj dite më shoqëron gjatë live-eve të mia se njerëzit ma kërkojnë. Me kë përfundove nga me Jonida Maliqi. Me Jonida Maliqi nga kasti. Po. Shiko, The Voice ka qenë ki parasysh të prekësh një skenë që e ke parë gjithmonë në televizor, edhe ishte fiks të prekësh ëndrrën. Edhe e kam shijuar shumë, edhe është një nga kujtimet e mia më të bukura, eksperiencë pafundësisht e bukur, minjose pafund. Erdhë e vogël në The Voice, po aq do thosha e re, dhe mos gabojmë, pa bërë 18 vjeç u largove nga Burreli, nga shtëpia, apo jo? Po, 17 e gjysmë. Dhe erdhe në Tiranë. Po. Çfarë ndodhi? Pse vendose të ikësh? Mendoj që Burreli ishte një qytet shumë i vogël për një njeri kaq energjik, edhe kaq këmbgulës, edhe sfidues me jetën e saj si puna ime. Kështu që vendosa të largohesha përpara se të më martonin. Pra, familja të propozoi që të fejonte. Shiko, unë vi nga një qytet i vogël, edhe jam shumë e sigurt që jo vetëm Burreli, por të gjithë qytetet, si fillim, vajzën e edukojnë që ti duhet të rritesh, duhet të mësosh, se nesër do shkosh te burri. Dhe kanë dëshirë që vajzat, pasi të kalojnë moshën 18 vjeç, të martohen, por të jetë me pëlqimin e familjes. Domethënë të mos marrin një njeri nga hiçi që nuk e njohin, edhe duan të japin, le të themi, një njeri që e kanë të njohur familja. Edhe këtë gjën ato na e kanë transmetuar me idenë që kur të rritesh do martohesh, edhe normalisht na kanë sugjeruar po sikur ky. Dhe mua më ka frika edhe kpucat edhe jashtë. Pra ky djali që të propozuan nuk është se ti e një edhe të pëlqente. Po jo. U friksove. Po, patjetër. Që do thot kundërstove familjen. Shiko, e rëndësishme, e di për çfarë u friksova në të vërtetë, u friksova sepse unë doja të bëhesha këngëtare, unë nuk doja të martohesha. Aq më tepër që isha aq e vogël. Shiko, gocat e vogla kanë shumë qejf të martohen, por unë isha rast i veçantë. Unë kisha qejf bëhesha këngëtare. Unë s'kam pas qejf të martohem. As e vogël as e madhe, madje. Nuk e di, më përgjithësi vajzat e vogla duan të martohen, duan të kenë beba, duan të krijojnë familje. Ka ndryshuar kohë Sara, kam frikë. Tani, po në kohën time, për shembull, gocat e klasës time në gjimnaz, për shembull, gjysma ti kisha të fejuara, e kupton? Kështu që unë këtë mendim. Pra ty të trembi ideja që tashmë do fejohesh, do martohesh, do krijoje familje dhe s'do realizoje dot ëndrat e tua. Absolutisht po. Po besoj prindrit nuk besoj mërzitën që ti ike.
Mami ka qenë gjithmonë ajo që kemi pas me çekiç në kokë, ndërsa babi ka qenë ai toleranti. Mami u mërzit, reagoi pak ashpër në ato kohë, por jo në pikën që nuk më foli më. Jo, kur e kam fjalën nuk më foli, nuk e kam fjalën për familjen, për mamin, babin, nënën. E kam fjalën për njerëzit e dytë, fisin. Bravo. Ato ishin le të themi, jo pro e largimit tim, edhe e morën si diçka që unë bëra një gjë shumë të keqe, shumë gabim. Kishe turpëruar fisin. Unë kisha turpëruar fisin, dhe kjo gjëja patjetër ma ndikon të mamin, dhe mami më fliste keq mua. Kjo ishte e gjitha. Ku erdhe këtu? Se ke thënë që shkova në Tiranë me 20.000 lekë të vjetra. Po, kam ardhur në Tiranë, me vërtet, me 20.000 lekë të vjetra. Kam ardhur dhe kam qëndruar te shoqja ime aso kohë, e ngusht dhe Nada Kola. Më pasi sjarova çdo muhabet me mamën dhe fillova punë direkt si shitse, puna ime parë ka qenë shitse. Kam qëndruar në konvikte për të pritur që të dilte shkolla e lartë dhe unë vazhdoja studimet. Me që përmende punën, besoj shumë shpejt fillove të këndosh. Po, direkt. Kur kam ardhur në The Voice për herë të dytë, atëherë kam qenë shkëputur nga familja dhe jetoja në Tiranë, njëkohësisht edhe punoja si shitse, njëkohësisht këndoja edhe në një lokal në Tiranë, lounge, dhe vija dhe në The Voice dhe merja mësime. Për shumë vite ti ke kënduar krah Aurela Gaçës. Po, janë... Dhe ke thënë që të punuarit me të, ka qenë mbase shkolla më e mirë që kam bërë. Unë e kam shprehur gjithmonë që Aurela ka qenë shkolla më e mirë. Shkolla që mami dhe babi nuk patën mundësi të më çonin në lice, Zoti më mori dhe më çoi afër Aurela Gaçës. Edhe për këtë jam shumë mirënjohëse dhe falenderuese se përveç se është një artiste shumë e madhe, është zemra më e madhe, me ndjesit edhe njeriu me zemrën më të bardhë ever. Më ka fal nga vetja çdo gjë që ka pasur brenda. Dhe e dua pafund. Nësa kuptoj, keni krijuar një marrëdhënie përtej të qenit kolege ose të ndarit të skenës apo punës. Po. Të ka mbajtur afër. Patjetër. Më ka trajtuar, nuk më ka ndarë asnjëherë me vajzat e veta.